Aksi rrugor nacional Burrel-Rrëshën mbetet ndër segmentet më të degraduara në vendin tonë për shkak të problemeve të shumta që ka në të. Ndonse her pas here gropat që shfaqen mbushen me zhavor, problematike mbetet në shembjet që kanë pësuar në afërsi të urës së Urakos. Shpati Kodrës është drejtuar drejt rrugës ku ka bërë edhe bllokimin e gjysmës së Karajxhatos. Dhe e Balta po zbresin poshtë çdo ditë, ku edhe pse pastrohet nga firma, shembja nuk gjen qetësi. Për drejtuesit automjeteve dhe pasagjerët, kjo gjendje është e papranueshme dhe së shumë shpejt, kjo rrugë mund të bllokohet për shkak të shembjeve të mëdha që pëson. Ata i kërkojnë autoritetit rrugor shqiptar dhe institucioneve të tjera të ndërhyjnë menjëherë jo vetëm duke kërkuar llogari ndaj firmës, por të planifikojnë një investim të mirëfill për këtë rrugë që lidh qarkun e Dibrës me qarkun e Lezhës. Po vi nga Tirana. Po kur shkova për Tiranë, majta ani nga Rrësheni. Ishte një katastrofë vërtet. Gropa e kemi bën për pak kilometra kemi bën disa orë. Dhe është një diçka shumë stresante për pasagjerët, po është konsum për makinat, konsum për orarët, për shoferat, për gjithçka, dhe është një diçka që e pa drejt që lihen rrugët midis dy rretheve të Mirditës dhe të Matit. Në këtë gjendje Rrëshëja po është një thirrje emergjente për to, nëse ato nuk janë në gjumë, të ngrihen dhe të vinë e t'i dalin zot kësaj pune ose të dorëhiqen nga ky shërbim që e kanë fituar me tender. Kret mali po bie këtu në shoh. Tani nuk e di tash, nëse është një projekt afat shkurtë që do të mundet të bëhet, është tjetër gjë, po nëse kjo nuk ka një projekt për ta bën, atëherë kjo është shumë e rëndë që ndodh kjo situatë. E nëse do të jetë një investim që pritet të bëhet shpejt, hajtë se do të durojmë pak. Ndryshe është e padurueshme, u çuditem si duron ky popull, si duron këto shofera, si duron që dedin taksat dhe taksa paguesët dhe me lekë që dedin makinat. Duhet të bëhet të shtrohet me flori, të lihet pa shtruar. Kosto kemi sa dush, sepse me për makinat është një rrugë skandaloze, sepse është në gjendje kritike. Na taksa paguajmë, i përgjigjna për taksa rrugës, dhe rruga në këtë gjendje kritike si është bën rruga, to nuk ka traktorët, nuk kalojnë dot si është bën, jo më makinat e vogla ne. Tash i qeveria tapi syt, Rrëshëja, kush qiet përsipër, nuk e di se si. Të shohin i qik se ka gjithë të banor, gjithë të fshata që lidhen me këtë rrugë dhe me elan pas dore nuk është e mirë. Tashi lidh Matin me rrugën e Kombit, me Rrëshenin dhe bëhet unas kjo për gjithë. Kupton, hik edhe për lurë, ne ka njerëz që vinë hikin edhe pjesë e lurës e kap ne, e kap 2 kratë dhe gjendje kritike. Ka shembe këtu, gati rruga po shembe gjithani bllokohet. Edhe ne më para po, edhe këni po. Domethënë rruga gati komplet drejt bllokimit komplet se rruga kjo pjesë rrugë. Mëshirë qeverisë imi, mëshirë të fatit, si i thonë, inshallah, po bën ai gjë. Aksi rrugor nga ura e Matit në Rrëshën ka probleme të mëdha, ku investimet e fundit janë bërë në ndërtimin e disa mureve, por kjo është e pamjaftueshme për qarkullimin normal të automjeteve.